edhe bashortja jeme e falenderoj publikisht. Ajo është, thash edhe më herët, është një gru shumë e fortë, shumë e qëndrueshme, edhe është tejet është burnore, ka këshyr ma shumë se e vladin e vetë, jo si që më ka për shembull bashort ose burr, po më ka këshyr sikur fëmijën e vetë. Fidan, nëse s'ki diçka me shtu për fund, unë të përshëndes, të falenderoj Jo, për kohën. Ko me shtu edhe një sen. Plus si gazetar e bën publike gjallëllogarinë bankare, po ta them kështu, e bën publike t'i dërgojnë me, ose më doket që i kam edhe në vetur ato pletushkat e gjallëllogarijës, edhe i lus çdo biznes, çdo qytetar kush ka mundësi, minimushti djalit Azem Shala, emrin e ka trashëguar pej babas tem, edhe po du me rrëfyje për një ngjarje që ka ndodhur, se të thash edhe para emisionit që ku me bo publike, fal Zotit mas pari, fal hallës tem të ndjerë, që ka arnu 105 vite. Edhe babgjyshi jem nuk ka pas trashëgimtar, do me thonë të eri momentin që halla jem moshën 67 vjeqare e ka martu babën e vet për me përtëri, si thojnë një fjalë popullore, me përtëri hisën e babës vet, që sot na ekzistojmë si familje. Na ekzistojmë fal Zotit mas pari, edhe hallës tem e ka martu babën moshën 67 vjeqare, edhe në 1949 lind baba jam, fëmija i parë, edhe sot jemi ku jemi fal Zotit edhe hallës tem. E tregove si rrëfim, do me thonë e ka martu me gruan e parë ka pas vetëm një vajzë. Me gruan e dytë ashtu. Me gruan e dytë ashtu, ndërsa për streti herë në moshën 67 vjeqare e marton qika. Për streti herë. Vajza e vetë e marton për streti herë, vetëm me pas trashëgimtar, pasars të familjes tonë. Pastaj ka lind babai jot. Pastaj ka lind babai jam, ka lind axha jam, tani ka lind halla jam. Tjetë e kam edhe një hall, aja edhe sot e trashëgojmë nipa mbesa gjenerat pas gjenerate. Që kjo është? Rrëfim interesant, Fidan, ishte knatësi shumë që ndave gjitha këto rrëfime me ne dhe me shikuesit tanë, shpresoj edhe njerë shprej ngushëllime për vajzën. Faleminderit. Si familje, e dhash Zoti të gjithë njerëzit me zemër të madhe që sa do pak të ndihmojmë. Ka njerëz me zemër të madhe. Fidanin për shkak se të njëjtën rast e ka edhe me djalin. Djali për momentin është në Itali. Po. Edhe po trajtohet atje, po megjithatë operacioni është i kushtueshëm edhe është i papërballueshëm për ne këtu në Kosovë të kryejmë operacione të tilla. Po ke kërkuar nga shteti një ndihmë tillë? Për të edhe këta, jam shku e kom lyp referencen e 3 ortopedve, do me thonë, për me ma thonë, ma nënshkru e 3 doktor, kanë thonë, jo, shërfar neglizhencë është. Kanë thonë, mero mas pari me rastin e qikës, e ki problemin që e ki me vajzën tash të ndjerë, thët, edhe tani mirë është me djalin. A më dhenë për punën e djalit, tha se na jemi, tha, si doktor, tha jemi në retime, edhe tha, nuk mujna, tha, këtë drejtim, tha, nuk mujna, tha, me dhonë kur që. E pasaj ti ke vazhdu pa referencë doktorve? Unë e kom vazhdu pa referencë doktorve, doktorët më paskon që shdohet hakikat, o kanë dash me ma dhonë referencën, ministria me participu me qysh është me 70 sa është %, tjerat. Po me gjithat prap kërkojnë nga ti që
konsultohesh, megjithatë paguajnë operacione të tilla shteti jonë, edhe që të paktën para mja dalë prakisht këtij o bake operacioni. jam kona apet. Të martën të premtën kam qenë. O bake si të më shojnë muhe, ikin sikur pi dreqit. Si të më shojnë muhe. Si të më shofin mu. E kam frikë për shkak se ke folë në media dhe prandaj nuk dojnë mu Që ballafaque. dulëm tha një doktor ndërimi tha, je tha shumë jo komunikusa, je tha shumë me deklarata shme thonë me një fjalë, dashti me thonë jo të mira dhe me që po në akuzon neve, po të jo burë, të jo këndashtë mas me arë puna, une me dalë me boksi deklarata ose me rëfy për rastin që ka ndodhë, o këndash që bëjmë si institucion me marrë masa, jo me pru punën, une me dalë mjë akuzue. Po në akuzon, thanë media, po të akuzoj se ti e ki bo krimin, s'po ta nxes asni pik, asni prezës, po ta shtej. Veç ato që ka ndodhë, në përkallëzoj ato që ka ndodhë, nuk me thëmën ato që s'ka ndodhë. Edhe që jam të rejt, të betona para Zotit, e betona 4 fëmijë që i kam njetë, që një fjallë, dë vetme, në rejsha, mas egzistohusha për këti momente. Veç ato që ka qenë. Ato që ka ndodha dhe të kritike. Edhe që kjo është bake. Fidan, falinderit shumë. Falinderit për Shpresojmë juve. që djalje të ketë Falinderit. shërim sa ma shpejt edhe sa do pak gjatë këtij emisioni ta shikojnë edhe të del ndim kush sa ka mundësie. Kështu që Po, të kështu dëshirojmë që falemderit për hapësirën, për ftesën, ju falemderoj të gjitha mediat, Kosovë, pa përjashtim, gjitha portalet, jam shumë mirë njës për mbështetjen, për opinionin që më kanë ofru me dhonë për opinionin publik, edhe jam falenderus, mas pari e falenderoj Zotin që jemi shëndosh e mirë, edhe pa konifar, s'po di që me thonë, pa konifar kufizimi, e falenderoj bashortën time. Shumë e falenderoj. Aja është për mu gjithçka. Dhash Zoti që gjithmonë ta keni këtë lidhshmërie, t'jeni gjithmonë pranë njëri tjetrit. Aja është shtylla, mbështetja, kraj djathtë jemi. Pik. Ato çdo moment, çdo rrethon, hot mirë, hot keqe, ato e kam pas. Mbështetje, ato e kam krah djathtë. Falenderoj Zotin që ma ka dhuru një bashorte si që është bashortja ime. Shumë falenderit. Falenderit shumë edhe një herë. Të dashur shikues, këto kemi ardhur në fund të emisionit Rrëfim Jete për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe të gjithë ju të cilët keni mundësi që ta ndihmojmë voglushin Azem Shalën, mund na kontaktoni në këtë numër të llogarisë bankare apo në këtë numër të telefonit. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në Rrëfim Jete. Deri në takim tonë të radhës, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.